Vlen vendosi që kryesia është të jetë organi i parë i përbashkët i vlenit, që sot e tutje do të ketë moratorium të aktiviteteve publike të partive politike pjesëmarrëse të vlenit dhe gjithçka do të jetë në emër dhe logon e vlenit. Në takimet e ardhshme do të ngrihen organet e tjera të vlenit, drejtuesit e vlenit dhe shefat e shtabeve zgjedhore. Grupi parlamentar i vlenit vazhdon me deputet që do të mbështesin këtë grup parlamentar. Nëse cilët pritet që të jetë qëndrimi i deputetëve që janë pjesë e Aleancës për Shqiptarët, ose si do të veproni? A do të tentojnë të bëjnë grup tjetër parlamentar ose do t'i mbajnë ashtu ose si? Atë që dimë në bazë të ligjit, deputetët vetë përcaktohen për përkatësinë e grupit parlamentar. Ajo që është vendimi i sotit që ti sugjerohet në ton grupit parlamentar, ti propozohet që të zgjedhin koordinatorin e ri dhe gjithë ata që do të përkrajnë këtë koordinator sigurisht që do të jenë të mirëseardhur të jenë pjesë e grupit parlamentar. A keni diskutuar për krijuën e partisë së re? Po unë përmenda që në mbledhjet e radhës në ditët në vim do të flasim edhe për organe tjera, duke përfshirë edhe leadershipin e partisë, por edhe përfshirjen më të madhe në organe tjera. Kështu që ajo që është me rëndësi, ne nga sot nisim homogenizimin dhe ngritjen e strukturave të përbashkëta, apo atje kemi paralajmëruar themelimin e një subjekti të vetëm politik vlen.